Në një mbretëri të largët përtej maleve të larta dhe pyjeve të thella, jetonte një mbret dhe një mbretëreshe bukur dhe e dashur. Një ditë dimri, teksa Bora binte but mbi dritaren e saj, mbretëresha po qepte një fustan të bardhë. Ndërsa shikonte flokët e Borës, ajo u shpua pak me gjilpër dhe disa pika gjaku ranë mbi pëlhurën e bardhë. Duke parë kontrastin mes bardhës së Borës, të kuqes së gjakut dhe kornizës së zezë të dritares, ajo pëshërtiu dhe tha: "Ah, sa do doja të kisha një vajzë me lëkurë të bardhë, si Bora, buzë të kuqe si gjaku dhe flokë të zinj, si dritarja, dhe siç ndodh shpesh në përralla." Dëshira e saj u bë realitet. Ajo lini një vajzë të bukur dhe e quajti Borbardha, por fatkeqësisht, mbretëresha ndroi jetë pak kohë më vonë. Mbreti, i trishtuar, u martua përsëri me një grua të bukur por të ftohtë dhe krenare. Ajo ishte një mbretëreshe që donte vetëm bukurinë dhe nuk pranonte që dikush tjetër të ishte më i bukur se ajo. Mbretëresha e re kishte një pasqyrë magjike që e pyeste çdo ditë: "Pasqyrë në mur, kush është më e bukura në këtë botë?" Pasqyra gjithmonë përgjigjej: "Ti, o mbretëresh, je më e bukura në këtë botë." Kjo e kënaqte mbretëreshën. Por ndërsa Borbardha rritej, ajo bëhej çdo ditë e më e bukur. Sapo mbushi 17 vjeç, lëkura e saj ishte si Bora, buzët si qershi të pjekura dhe flokët si nata. Një ditë, kur mbretëresha e pyeti pasqyrën: "Pasqyrë në mur, kush është më e bukura në këtë botë?" Pasqyra u përgjigj: "O mbretëresh, je e bukur me gjithë zemër, por Borbardha përtej mureve është më e ndershme dhe e vërtet zemra e mbretëreshës." U mbush me xhelozi dhe mlev. Ajo nuk mund ta duronte mendimin që dikush tjetër ta kalonte në bukuri. E verbua nga zilina, ajo thiri gjatarin e mbretërisë dhe i tha: "Merre Borbardhën në pyll, atje, mbaro punë me të, ma sill zemraj si dëshmi." Gjatari mori vajzën, e cila s'dinte asgjë për planin e errët. Kur arritën thellë në pyll, Borbardha, me lot në sy, i lutej: "Të lutem, më kurse jetën, do iki, do zhdukem dhe nuk do më shosh më kurrë." Gjatari i prekur nga zemra e saj pa pastër, nuk mundi ta vriste. Ai e la të ikte dhe i çoi mbretëreshës zemrën në një dreu të vogël. Borbardha e friksuar, vrapoi në pyllin e errët. Zogjt këndonin ngadalë, pemët përkulnin degët si të donin ta përqafonin. Pas një kohë të gjatë, ajo pa një shtëpisë të vogël të fshehur me spemve. Kur hyri brenda, gjithçka ishte e vogël dhe e pastër. 7 karrige të vogla, 7 tasa me luk, 7 krevate me jorgan, shumë ngjyrësh. Ajo ishte shumë e lodhur dhe uritur, ndaj mori pak nga çdo pjatë dhe pastaj ra në gjumë në njërin nga shtretrit. Mbrëmja ra dhe 7 xhuxhat u kthyen nga minjera tyre. Ata ishin punëtor të zellshëm dhe jetonin me dashuri dhe rregull. Kur hyn në shtëpi, vonë re që kush kishte ngrënë nga pjata, kishte pirë nga gotat dhe kishte fjetur në shtratin e fundit. "Kush ka qenë këtu?" pyeti njëri. "E janë i shikoni," tha ti. Edhe aty i pan bën që flinte e qetë, ishte aq e bukur sa nuk pa zimtasionin. Në mëngjes ajo ngri dhe u friksua kur i pa, por xhuxhat i folën butë dhe me dashuri. Ajo u tregoi historinë e saj dhe ata i thanë: "Rri me ne, do të kujdesemi për ty, por të lutemi mos hap derën për askënd kur ne nuk jemi në shtëpi." Ndërkohë mbretëresha e kënaqur pyeti sërish pasqyrën: "Pasqyrë në mur, kush është më e bukura në këtë botë?" Dhe pasqyra i përgjigj: "Ti je e bukur o mbretëresh, por Borbardha përtej maleve, te xhuxhat e mirë, është më e bukura me zemër të lirë." Mbretëresha u tërbua. Ajo e kuptoi që Borbardha ishte ende gjallë dhe vendosi ta mbaronte punën vet. E veshur si shitse e vjetër, mbretëresha trokiti në derën e xhuxhve. "E jani, moj zonjë, të korsen time të re," tha me zë të butë. Borbardha e hapi derën me ngurim. Mbretëresha i vuri korsen dhe e shtrëngoi aq fort sa Borbardha ra pa ndjenja. Kur xhuxhat u kthyen, e gjetën të shtrirë vështirësi, ja liruan korsen. Ajo mori frymë thellë dhe u squa. "Të kemi thënë të mos hapësh derën për askënd," thanë xhuxhat. Të nesërmen mbretëresha u kthye, këtë herë si plake, me krejë të bukur, kreher i artë i rallë, merr një flokë si princesh, bërtiti. Borbardha e hapi derën, plaka i kre flokët dhe me krehrin e elmuar, vajza ra pa ndjenja. Xhuxhat u kthyen me nxitim dhe ja hoqën krehrin. Ajo u zgjua sërish. Herën e tretë, mbretëresha përgatiti një mollë të kuqe, të ndarë në dysh. Njëra e zakonshme, tjetra helmuese. E maskuar si fshatare, ajo i ofroi Borbardhës një mollë të ndarë: "Merr gjysmën time, unë do marr tjetrën, të shikosh se s'ka gjë të keqe." Borbardha ngri pjesën e saj dhe ra për tokë. Pa ndjenja si e vdekur. Kur xhuxhat u kthyen,
nuk mundën të asjonin, ajo nuk merrte frymë dhe syt I kishte mbyllur. Të trishtuar, xhuxhat ndërtuan një arkivor qelçi dhe e vendosën në mes të pyllit. Në të shkruan Bërbarda, princesha e bukur dhe pstër. Ditët kalonin. Një ditë, një princ kaloi aty pranë dhe pa Bërbardën. U mahnit nga bukuria e saj dhe ndjeu një dashuri të menjëhershme. I lutem, më jepni këtë arkivor, do e mbaj me nderim dhe dashuri. Xhuxhat, me zemër të thyer, pranuan. Por teksa shërbëtorët po mbartnin arkivolin, ata u penguan dhe një cop molle doli nga fyti I saj. Bërbardha mori frymë, u zgjua ngadalë dhe hapi syt. Ku jam? Pyeti e hutuar. Princi e mori me vete në mbretërinë e tij. Ata u martuan me një datë madhështore, ku ftuan të gjitha mbretërit, madje edhe mbretëresha e Ligu ftua, pa I ditur kush ishte. Nusja. Kur ajo pyeti pasqyrën. Pasqyrë mua, kush është më e bukur në këtë botë? Pasqyra u përgjigj. Nusja e re është më e bukur në këtë botë. Mbretëresha u tronditit. Kur shkoi në dasmë dhe pa Bërbardën të gjallë të lumtur, zemra e saj u fye. Ajo iku përgjithmonë dhe askush nuk e pa më. Bërbardha dhe princi jetuan të lumtur, në dashuri dhe drejtësi. Xhuxhat u vizitonin shpesh dhe gjithmonë gëzoheshin për të,